Ngjarja më madhështore që historikisht e karakterizon Ramazanin, s'ka dyshim se është zbritja e Kuranit. Edhe ashtu sikur se dihet se Kurani deri tek ne, deri tek njerëzit, ka ardhur nëpërmjet melekut Xhibril, engjullit më të madh dhe më autoritativ, i cili ja ka pru ajetet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur me ajete, me versete, me citate kuranore deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në formë të caktuar edhe të kufizuar, sipas rastit, sipas nevojës, sipas kohës, i ka pru disa qoftë disa citate apo një kaptin të tan, ashtu sikurse e ka caktuar ose e ka urdhëruar Allahu i madhruar. Normal ato kanë zbrit në disa raste si përgjigje për pyetjet apo dilemat e ndryshme me të cilat ballafaqoheshin njerëzit e asaj kohe, ose kanë zbritur si zgjidhje për problemet me të cilat janë ballafaquar në atë kohë, ose ka pas mundësi edhe të zbresin ajete edhe pa ndonjë shkas të caktuar konkret. Në përgjithësi mund të themi se shkaku kryesor i zbritjes së Kuranit dhe ardhjes së tij nga Allahu i madhruar, padyshim se është udhëzimi dhe përudhja e njerëzve në rrugën e drejtë. Domethënë që ky është shkaku kryesor. Sipas komentatorëve të Kuranit thuhet se zbritja e Kuranit komplet është zbë prej Lauhul Mahfudhit deri në qiellin e kësaj bote për një herë në muajin e Ramazanit, e pastaj në prej qiellit të kësaj bote në tokë që i ka zbrit Muhamedit alayhi salatu wasalam, është bërë në formë graduale në një periudhë prej afro 23 vjetëve, ku fillimi i shpalljes së Kuranit ka qenë në muajin e Ramazanit, respektivisht në natën e Kadrit.